Sa po më kalu lumin me shkelzeni, janë dhezë, prishek zjarët, kemi ranë prej të aty, se ishim t'i prej kolonës. Aty në për fat e kom pas i veshoni antiplum hekuj, që e kësha morë në krajlan për sërbë. E kësha morë ushtarit sërbë që i këshim eliminu gjatë betejes frontale. Edhe kur ka godit mu fishek të parë, më kanë kap gjëks. Edhe shtypja më ka hedhë në ljup, pa edhe më ka ka ftyrës. Më ka hupë synin e majtë, edhe më ka deformu ftyrën komplet, cilën e kom bo në operacion Francë. Për aty e kanë zerë, sa më kujtojë shkelzeni një mortaj dhe i ka godit. Ka qenë shumë i rrëp shkelzeni. Do më thonë hakmari momentale. Më një herë, ka qenë i pa parashikush. Se familja, kërë të lasësh për familjen Haradinës, do të më thonë që jetë i folë për kolës. Se shqiptarët dojnë vetëm kër i vdekur. Njerin duhet me deshtë edhe kur është i gjallë. Nuk duhet t'ja kesh zili që e ka falë Zotin e atë natyrën e tynë. Si Leona, si Dautin, si Shkelzenin, si Ramushin, po të parimit e luftës, ma shumë këra me pa me bashkëvepru me Dautin edhe me Shkelzenin. Vetëm mu i thëmë që kanë qenë kolës ata. Besoj që as dikush tjetër nuk ka që ka me thonë përveç lavdi për dëshmorët e familjes Haradinaj dhe respekt për ata që janë gjallë, se e dim që... Po ishë këto media shkrujnë publifare, kësha thonë ndalni se s'keni qenë pjesa se beteje, për mi pa kush kanë qenë. Po, për të kthyt e momenti i plagosjes, do me thonë, ty nuk të kanë godit plumbat direkt, po për shkak të... Ja, plumbat kanë godit? Kanë godit direkt, po për shkak të hekuri, ka ka ftyrës. Ka kap një ndorë dhe një në kom. Aty për momentin ka vepru shpet, Shkelzeni ka eliminuat prit, ka ndërhy Ibrahim Selmonaj, edhe një ish luftëtar gjigant, një njeri pa parashikueshëm për luftë, një njeri me plot merita, cilë kam dëgju që me shëndet nuk o mirë, i pejt, tuit, këtë shëjmë shpet. A i ka qenë se më ka morë lumi, se pasi më ka lendu edhe më ka hup frimare shtypja e fishekve. Më ka lendu ftyrë, më ka hup ftyrën e majtë, se e ka mushën Francë. A i më ka kapë, se ujtë ka qenë prilli. Aty ka ndërhy Ibrahim Selmonaj, mësë më morë lumi se Liumej ka qenë të rritën, se ka qenë shkrija borës, edhe në vitet e mas luftës ka ranë shumë borë, shkrijet kanë qenë maramendës edhe ka vazhdu me morë lumin, ka ndërhy Ibrahim Selmonaj, ka kap, ka të rejkë për lumin, ka lidhë. Aty e majmen Luani, i Lëgjanit, Luani madh i thëshin edhe Luani vogël. Edhe i Luani madh, i ri ka qenë mosh, po ka qenë shumë i zhvillum. Edhe më kanë të rejkë me plagos një tjerë drejt Trstenikit. Ja qartë.